Dhe hyra në një situatë që unë këtu brenda njoh shumë persona dhe një prej tyre e konsideroja, më saktë shok, këtu brenda. A hyre me... Kam hyrë me Shëndritin dhe me Livjen. Po, e mbaj mend. Dhe neve duhet të zgjidhim 3 persona. U fute Mateon? Jo, unë zgjodha Selin, A, Selin, po. Livja zgjodhi Mateon, kurse Shëndriti zgjodhi Gimbon. Arsye pse unë zgjodha Selin, duke pas mirin shok, dhe duke ditur çka kishte ndodhur jashtë, tash mund thuhet se Pandora u A, pse ti zbuluar. e ke shok mirë? E kisha. Më saktë se kam prish shumë fare marrëdhënie me atë, se i shok nuk bën gjëra që bën ai. Sinqerisht, nuk kjo gjë s'ka lidhje fare me Bigun as lojën. Unë për vetë këtu vazhdoj. Gjo, këtu është pak e vështirë të ndahet ai kufiri se ku është loja dhe ku është e vërteta, me thënë Do të themi gjë, Arditi jot ka hyrë me jo me logjikën, po kështu kam hyrë. Është pak e vështirë se... Loja këtu është thjesht njeriu. Do, nëse këta e kanë bërë këta fjalën loj, po në fund të ditës neve këtu jemi në bashkëtesë. Nuk del dot jashtë karakterit tënd në atë lojë Ore, që bën. ja do ta bësh 2 ditë. Mbas 2 ditësh Por që dhe të jesh ai shumë vetvetja, sa që je jashtë, i bie që ti t'jesh unë jam boring. komplet, totalisht. Unë vetëm se nuk shaj dot. Se diçka, një dinamik, një gjë, normalisht, jo vetëm për banorët, po dhe publiku e ka nevojë që ti të diun. Sa hajde rrim, do të thënë hajde ulemi për kafe aty, bëjmë muhabet. Po, shiko, këtu përballja opinioneve dhe mendimeve është natyrale. Ideja është Këtu e kam pak kështu se nuk më duket aq natyrale, se më shumë jo, duket... për shembull, e di si Jo, natyrale në kuptimin që më duket sikur është pak e stisur nga banorët që fillojnë të bëjnë një...